Edi Rama erdhi në Shkodër si një person pa karakter dhe pa moral në vend që të shfaqte sado pak respekt për gratë dhe vajzat, ai shtuari gjuhën e tij. Pasi u detyruan me urdhër politik të mbushnin sallën në kundërshtim të plot me ligjin, gratë dhe vajzat e pranishme dëgjuan nga goja e kryeministrit batuta pa krip dhe nga më banalet. Ai në asnjë moment nuk reflektoi dhe nuk kërkoi ndjesë për mungesën e dorës qeverisë për 12 vite. Ai gjithashtu nuk di të kërkojë ndjesë për Flutra Bashën, viktimën e pafajshme e cila u vrasë së bashku me burrin e saj dhe 2 djemë të ri në masakrën e Dobraçit. Si arkitekti dhe zbatuesi i shpopullimit dhe varfërimit të Shkodrës, Edi Rama duhej minimalisht të heshte dhe jo të tallej me dinjitetin atyre grave dhe vajzave të detyruara të jenë në shkallët e pallatit të sportit. Shkodra fal, por nuk i harron emrat atyre që e përgjaken dhe Edi Rama është në krye të listës.